Dhe disa vite me radhë, ke pos ujë i Zemzemit të shmbyll dhe nuk ka met as një gjurmë. Derisa vjen njeri i quajtur Abdul Muttalib. Abdul Muttalibi është gjyshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri i tij sakt është Shejbe. Mirë po e kanë quajt Abdul Muttalib. Arsyeja pse e kanë quajt Abdul Muttalib është nga se baba i tij, baba i Shejbës, që quhet Hashim, edhe pse emri nuk e ka, apo nuk është emërtu me emrin Hashim, po e ka pas emrin Amr, po novka e tij ka qenë Hashim, derisa a njoftu me emrin Hashim. Arsyeja pse baba i tij e quajt Hashim, për çka se arabët garoshin kush i ban më shumë izmet haxhilerëve. Dhe Hashimi ishte njëri prej atyre i cili dante buk, dante ushqim për haxhilerët. Dhe fjala Hashim, siç ka thonë atë coptimi i bukës, i përgatitte atyre si lloj përsheshi dhe shpërndante. Derisa njerëzit Amrin filluan me ftu me emrin Hashim dhe gëzonte autoritet të madh në Mekë. Hashimi apo Amri mor rrugtimin për në Sham për tregti. Dhe kur arrin Medinë, martohet me një gru. Thuhet se kjo ka qenë grua e dytë, e quajtur Selma e bija Amrit, nga fisi Khazraj. Dhe këtu martohet me Selmën dhe lind një gjallë i quajtur, e quanin këtë gjallë emrin Shejbe. Ka thonë historianët, arsyeja pse e quajtën Shejbe, nga se fjala Shejbe shfaqe e thinjve. Ky fëmijë kur ka lind, thotë ka pas një tufë të thinju, të bardhë në flokët e tij, para ata kanë emërtuar me emrin Shejbe. Dhe kalon bashkëshortën e tij Selmën dhe Shejbën në Medinë dhe ka vazhduar rrugtimin pra Amri Hashimit derisa ka arrit në Sham. Kur ka arrit në Sirinë e sotme, është smu Amri apo Hashim. Dhe disa historianë mendojnë se ka vdek, dhe shumica historianë mendojnë se ka vdek atje. E disa thojnë se është kthi dhe ka vdek në Medinë. Sidoqoftë, Hashimi e ka pas një vëlla të quajtur Muttalib. Dhe Muttalibi pas një kohë i vin informacionet, i vin lajmet se vëllau i tij Hashimi Amri është martuar në Medinë dhe ka një gjallë. Dhe merr rrugtimin dhe shkon në Medinë për të taku gjallin e vëllaut të tij, Shejbën. Kur e takon Shejbën, i kish mush 13 vjeç. Dhe kërkon nga Selma nona e Shejbës që ta merr me vetë, që ta sjell në Mekë. Dhe fillimisht ai nuk pranon. Për shkak se thotë duhet të jetoj unë me ta dhe unë të kujdesem për ta. Po pastaj i thotë ne unë du ta kthej në Mekë që ta merr pozitën e babës vetë të kujdesë për Qaba. Qaba gëzonte autoritet të madh tek arabët dhe ja lejon. Dhe hip ndevën e tij dhe kur të arrinë në Mekë, njerëzit e shohin Muttalibin me një gjalosh të ri 13 vjeçar. Dhe fillojnë të thojnë Abdul Muttalib, shërbëtori apo robi Muttalibit. Ki i drejtohet dhe i thot, ki nuk është shërbëtori im, e as robi im, po ki është gjallë vëllavit tim. E po njerëzit fillojnë të thërasin Abdul Muttalib dhe ngel emri ti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib i rritet dhe vërtet gëzon autoritet të madh të Qurayshit. Dhe Allahu Azza wa Jall e nderon Abdul Muttalibin dhe privilegjon me diçka që nuk e kanë posedu të qertë.
Transmeton Ibn Ishaqi nga Ali ibn Abi Talib, i cili dëfton, tregon dhe thot: kur një ditë prej ditëve Abdul Muttalibi ishte duke pushu, duke fjet në havlinë e Qabës, pa një ëndër që erdhi njeri dhe i thot: gërmoje Tajibën. Dhe kjo e pyet dhe i thot: pra gërmoje të mirë, të ndershme. Thot: çka është Tajib? Thot: më hupi ai njeri. Ditën ditë shkon pushohen në njëjtin vend. Thot: më vjen një njeri dhe i thot: gërmoje Berrën, gërmoje gjurmoje të mirën. Thot: çka është Berrë? Thot: hupi dhe nuk më shfaq. Tretën ditë, thot, duke pushu, merë dhe më tha: gërmojnë me dënunë të shenjtë. Tha: çka është me dënunë? Tha: shkoj. Të katërën ditë, tha, më shfaqet i njëjti njeri dhe thot: gërmoj Zemzemin. Tha: çfarë është Zemzemi? Tha: është një ujë i bollëshëm që nuk shterët kur. Është një ujë që nuk shterët asnjëherë dhe nuk e din thellësinë vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe është një ujë që nuk ndotet asnjëherë. Parat një doktor, një mjek turk, që para disa viteve thot që 12 vjet e ruaj një kont me Zemzem dhe për çdo vit ja bëj analizet, nuk ndryshon ky ujë. Është një ujë që do t'i mjaftoje t'i furnizoje me ujë gjithë haxhilerët. Tha: e pyeta ata dhe i thash: ku është, ku gjendet? Tha: në qatë vend ku mbledhen shpendit më së shumti, ati, thot, e gjenë një fole të milimongave, të bubrecën, thot, që ati gërrije që ti do të gjesh. Në atë kohë Abdul Muttalibi e kishtë vetëm një gjallë, e quajtur me emrin Harith, dhe e merë lopatën apo kazmën dhe shkon me gjurmu. Thot: më shkon me gërmu, deri sa hin thellësi fillon të shfaqet një dhej lakt, një bolt. Dhe kur shfaqet bolta, thot: Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. E kanë ditë arabët ta thojnë. Dhe Allahu Akbar e kanë përdorur në rast gëzimit. Dhe janë mbledh fiset arabët dhe ka thonë: çka u bën? Thot: e gjeta burimin e Zemzemit. Atëherë këtu grinden fisna dhe thojnë: kjo nuk është vetë e joqja, po dhe në kena hise, se baba jon Ismaili nuk ta kalon veçtin. Abdul Muttalibi thot: Allahu më ka veçu mua në ëndër dhe më ka porosit mua dhe mua më takon. Janë ngrinë se kujt pi takon kujdestaria e busit Zemzem, nga se ka qenë më privilegj njeriu të kujdeset për një ujë që është element i jetës. Apo disa dietar, apo disa historian thojnë, kur i ka gjetë kaprojt nga Dukati, janë ngrinë për pasurinë që e kanë gjetë. Në përfundim kanë ra që të gjikohen tek një falltor, tek një magjistar, i cili jeton në Sham, në Palestinën e sotme, në Gazë. Të gjikohu mu të aj magjistar, si gjikohe aj, ne do të zbatoj. Abdul Muttalibi i merë disa nga fisi vetë dhe thotë: si cili fis dhe të përzgjede një krije fis dhe janë njësë rrugës. Kur duke shku rrugës, i kanë baru uji që e kanë pas, e kanë posedu me vetë. Deri sa atë shumë etën që e shofin vdekin me sinë dhe s'mujnë të lëvizin nalën atë vend. Presin që mos po kalon dhe një karavan shkretin që i furnizoj me ujë. Kur ja pra vjen një karavan dhe i kërkojnë ujë këta nga ato nuk i japin. Nga se thojnë: ajo që ju ka gjetë juve do të na gjejnë edhe neve, ka mundësi. Na kemi aq pak ujë që sa për vete.
Atëre e pyesin Abdul Muttalibin çka të veprojmë, ka thonë çdo njoni prej nesh derisa kena fuqi, le ta ngrim ka një varr. Nga se do të vdesmi dhe do të mesmi për mi tokë. Për çka se thot kemi mu dopsu si s'kemi fuqi me ngri varrin. Po da ngrim ka një varr, si cili bjen në varrin e vetë. Kur vdese i pari, qetëri e mlon. Tha ma mirë njoni i fundit me met për mi vorë, se sa krejt me met për mi vorë. E grin ka një varr. Pasi ta grin varrin, çdo njoni për atë, Abdul Muttalibi shkon menja dhe thot, na të vdek se të vdekt. A ma mirë me prit vdekjen që tu, apo më ngrit me lëvizje elbetën, ndoshta gjejmë dhe një furnizim dhe e shpëtojmë jetë. Atëherë thot, ngritnuj dhe po lëvizmi derisa kena fuqi dhe takat. Dhe kur ngritet Abdul Muttalibi, e ngrit dhe devën e vetë, në thundrën e devës del një burim i freskët me ujë. Del një burim i freskët me ujë. Dhe thot Allahu Akbar. Dhe të pranishme thojmë Allahu Akbar. Dhe i mushin enët e tyre dhe pirpja të uji, e pastaj i thojnë Abdul Muttalibit, po kthehemu te prapë. Ka thonë pse? Ka thonë se uji Zemzemi ti të takon. Përderisa Allahu Azza wa Jall bani mrekulli për ti, në mes të shkretinës e bani ujin e freskët për të përshtatshëm për pije, këto e kuptuam se Allahu të ka veçu tije me diçka që neve nuk në ka veçu. Të koft uji Zemzem ty, s'kena nevoj me shku mu gjiku. Dhe kthehet Abdul Muttalibi, dhe kjo është ngjarje e parë. Pra Allahu e shpëton Abdul Muttalibin prej vdekjes për shkak se prej ati ka me lind një gjallë, e prej ati gjallit ti do të lindë një nip, që ki nip do të mbush dunjan me dituri dhe dritë, si që është mbush me errësirë. Kjo ngjarja e jashtëzakonshme që ka ndodhur me Abdul Muttalibin.